kemi rreth 400 koshere blete. Kuën e Kullusës shkon dikun te 50.000 miza një koshere. Se cila koshere e ka mbretëreshën e vetë. Kemi smundit e rahumës prej kamve apo pidurve, edhe nuk e një krahën që e kam të amin umrej një ftëf, i qetë 2-3 blete e thëmbujnë, mas një kuthet e kom një vetin shumë mirë. Temperaturat e ulta deri 45 gradë minus 45 gradë me shkue, bleta nuk vdes. Se këto për mikun e kanë mjaltën dhe thëmbimin e kanë për armikun. Përshëndetje miqtë e mi të Mediumi shqiptar që krejt nga ona Adeja. Sot jemi këtu në fshatin Gucat të komunës së Malishevës tek bletari Skënder Shala, i cili ka 400 shoqëri me bletë. Cilat sëmundje i shërojnë bletët me qumshtin e tyre, mjaltën e tyre e të tjera në ndisht. Përshëndetje zoti Skënder, faleminderit për intervistën. Përshëndetje, mirë se erdhët edhe ju. Mirë se ju gjatë. Ju jeni një bletar, apo? Po, unë jam Skënder Shala nga fshatin Gucat. I kemi rreth 400 koshere blete, me bletari mirë me na qysh babgjyshe, baba, tashte edhe unë jem të marë. Na kemi trashëgimi këtë punën e bletarijës, brez pas brezit që thojnë. Na e tregu pak sfidat. Sa ka qenë vështirë fillimi për juve dhe sa është të vështirë sot për bletarët? Po, na familjesht kemi pas gjithmonë blet deri 2010. 2010 e kom marrën e punën e parë bletarin, edhe kemi fillu me blete, kemi rrit numrin e tyne të kosherëve. I kemi pas, në 2010 i kemi pas dikon 40 koshere që i kanë kqyrë prend. Atëhere kemi shku me shtesa, kemi marrë ma pak mjaltë për me rrit numrin. Ministria e Bujqësisë ka fillu me subvencione, edhe kemi shku dikon gradualisht 100, 150, 200, tani kemi rreth 400 koshere. Viti kalun ka qenë viti dë për mjalt, ndryshimi i klimës, temperaturat e larta, ka pas munges mjaltës, po ne i transportojmë blet në Kullusa, një pjesë ka marrë, dikun ka marrë, dikun s'ka marrë, po në përfundim gradualisht kemi ardhë dhe kemi kalu mirë, nuk është keq. Sa blet ka në një shoqëri, në një koshera? Po tash në kuën e Kullusës shkon dikun te 50.000 miza një koshere, për Demrem shkon 5.000 deri 7.000 miza, varet prej cilën ku është fjala. Në pranverë ku të shkon dikun 30.000, 35.000, fillojnë i vendosmi depot, tani dikon 50 deri 75.000 miza një koshere për me sjell mjalt aty. Sa ma shumë që ka mizë në koshere, aq ma shumë e sjell nektarin për natyrës. Sa keni mbështetje nga shteti? Po prej Ministrisë Bujqësisë marrëmi subvencione, edhe komuna Malishevës na ka përkrahur, na ka ndihmu, nuk është keq, po një mungesë e madhe është që Ministria e Bujqësisë nuk e ka aktivizuar ligjin për bletari. Ligji për bletari ku do të thotë për ta mbrojt fermerin, se na nuk jemi kundër që njerëz bojnë blet, po kemi raste që dikush ka pare, i blin 5-6 koshere ose 10, i len aty edhe bartët smundjet, edhe ne që jemi bletar të mlaj, shkojnë bletuna, infektuar aty, nuk mundesh me parandalu as me mbrojt, se bleta shkon në vende ku gjanë koshere thotë, shkon aty i vizitojnë edhe pastaj e sjell smundjen këtu në parkun tonë. Kështu që Ministria e Bujqësisë u kon mirën me aktivizu ligjin për ta mbrojtur fermerin. Na nuk themi që se jam edhe kryetari i shoqatës bletarëve në Malishevë, nuk themi që mos me bën blet, është mirë gjithë me bën blet. Po të paktën me shkue ndonjë trajnim, me mol ligjërata, me ngu ligjëratat, mu certifikue, mu aktivizu shoqatat edhe për në këtë formë mbrohet bletaria në Kosovë. Se kemi raste edhe informacione tash këtu në komunën e Malishevës, dikon ndihmën 6.500 koshere, në pranverë dalin dikon 3.500 rreth 4.000. Ka humbje të madhe. Ne për fat nuk kemi humbje deri me tani, mirë po kur on rrethi i dam ton, atëherë pritet kemi humbje edhe ne. Përveç mjaltës, çka tjetër unë me përfitu prej blet? Po bleta i ka 6 produkte. E ka qumshtin,
e ka polinin, për polisi, dylli, mjalti dhe helmi. Po na i nxjerrmi dikon 5 produkte. Helmi nuk e nxjerrmi se helmi e ka një procedurë dhe nuk ka treg në Kosovë. Nxjerrmi e kemi polinin, për polisin, dyllin, qumshtin e bletës edhe mjaltin. Po tani kërkesat mas shumët janë për qumsht edhe për mjalt. Po qumshti edhe mjalti është kërkesa ma madhe. Ju mjalt keni, po? Po, mjalt kemi. A mundësh me na tregu se ku e dim që është e pastër, që dallon prej atyre që ta quajmë të falsifikuara? Po tani kanë arritë edhe përmes laboratorëve atje që pi prodhojnë mjalt industriale që pi thujna për që pi bin njerëz pe jashtit pa ndërgjegjshëm që edhe popullin e damtutën. Unë e them, ata që e konsumojnë mjaltin edhe që janë rregullisht konsumus mjaltit duhet të shkojnë te një bletar që e ka punën e parë bletarisë edhe që ka biznes familjar ato, edhe jam i sigurt që ai që ka biznes familjar, ai nuk e damton vetveten mas pari se nëse menon me punu ma gjatë. Sa i përket dallimit mjaltit falc me këto origjinal, është veç ai përmes konsumimit ose laboratorit që mund e dallon se aq shumë kanë arrit këta matrapozat që po vinë pe vende fshin që janë Maqedonia, Serbia, është shumë problem që ta njohësh. Po kjo është logjik. Unë në për tregje vizitoj që kam nevojë diçka me marrë për familje, shoh njerëz që shisin mjalt aty, ai nuk ka blet hiç, mjalt shet. Tash secili do të më vedisu. Një njeri që nuk ka mjalt, nuk ka blet, ku e merr atë mjalt? Unë mjaltin që e hekit bletit mia, krejt e shes këtu te shtëpia, nuk kam nevojë me dalë në treg, jo me pas shumicë sene, po mi pas 10.000 kg, jo veçun, po secili bletar që i ka blet e shet mjaltin të shtëpia nuk del na për tregje me shit mjalt rrugëve. A na i tregon një tegull. Po, ta shkojmë atje vizitojmë edhe. Para se me shku atje, ku është e mbretëresha që rënë te bletit? Cila është? Mbretëresha. A ka në çdo këse ka një mbretëresha qysh? Secila koshere e ka mbretëreshën e vet. Këtu në koshere është mbretëresha blet punëtore që sillin nektarin edhe polinin për natyre, po edhe blet e mbrëmshme që i ushqejnë ato vegjëlit me qumsht, edhe ka këtu mbrumbë që i thonë gjinisë mashkullore. Janë klasifikuar se janë secila këtu e ka punën e ndamet bletëve. Asë njëna nuk e bjen një lulet njëjtë në koshere, po secila e bjen lloje ndryshme polinit, kombinimin që e bin këtu në koshere. Tani kanë fillu bletët se na jemi në muajin mars, tani kanë fillu blet pej thonës me sjell polen. Edhe kanë fillu më zhvillue se pa polen bletët nuk zhvillohen. Edhe mbretëresha nuk lëshon vezë për pa pas polen në koshere, pas sjell blet punëtore për natyrës polinin, nuk zhvillohet shoqëria e bletëve. Unë edhe pse boll putut nave që kisha desh me hap një me blet. Po, tani shkoj me përgatismi të tymusin, se do të me pas tymin për t'i qetësu blet. Timi, bletët i qetëson se në kohën e përparshme kur kanë jetu bletët në male natyrë, kur në kollë malet, gjithë mol bletët janë frigu prej tymit. Tani kur i tymusmi na bletët, ato friguhen edhe qetësohen, edhe i hapëm, edhe i vizitojmë mrena se qysh e kanë gjendjen. Kur ti vizitojmë mrena aty, e shohmi zhvillimi i shoqërisë, sa o zgjeru bleta dhe si pa funksionon mbretëresha a unë cilësore, sot cilësore. Nëse mbretëresha unë cilësore, shoqëria nuk u zhvillu mirë, atëherë do ta këshirmi se mund me pas ndonjë pengesë aty që e pengon, ose mund me bart në e farë infeksioni pej tjera x persona që e diskutua pej bletëve tjera, ose ka mungesë të ushqimit. E sa janë të rrezikshme bletët nëse të pickojnë? Përzojmë shembull. Bletët te ata njerëz që janë energji, janë të rrezikshme. Te ne
që punojnë me tu nuk janë të rrezikshme, jo veçon që punojnë me tu, por këtë familja që punojnë me tu nuk i kemë problem, edhe nëse na hojnë, as nuk e merr vesh se njeriu fiton imunitet ndaj thumbimit bletës. Bleta kur e thumbon njeriu, aty e lëshon ne i thojmë helmin, po ka një farë acidi. Acidi ne kena fitu imunitet ndaj atij acidit dhe se kemi problem. Me di që imunitet fill, letëm pickojnë që tash. Ai bleta ka edhe thumbimin që na thumbon e ka edhe një të mirë pastaj. Se bile njerëz vinë këtu thonë kemi smundit e rahumës prej kamve apo pidurve, edhe nuk e një krahun që e kam të amin umrej një ftoft, i që 2-3 blet e thumbojnë, mas një ku thet e kom një vetin shumë mirë, po, e kom një vetin shumë mirë se i jep një farë temperatura aty, edhe i kalën. Tani muna me shku me... Shkojna me ty mosa, po? Po, shkojna e marrë me pajiset atje dhe hapëm një koshere atje. Kosheret 2 koshe janë kosheret që kanë qenë prodhim vitin e kalum, kosheret një koshe që janë tash, i thimina një koshe që janë matulta, si pesheti, ato janë blet e reja, edhe ndimën kanë qenë blet më të vogla, i kemi shti blet një koshe. Blet që janë matmoja me numër, kur themi matmoja që janë me numër të miza më shumë, i kemi lanë 2 koshe, për arsye se me po sa më shumë ventillim bleta, se bleta 5 i dimrit nuk vdes. Temperaturat e ulta deri 45 gradë minus 45 gradë me shkue, bleta nuk vdes 5 E për ata dimrujnë ma të shëndeshme kur janë 2 koshe. Tani shkujna këshyrë me atje hopëm një koshere me blet, edhe vazhdojmë kata. E po hopëm tash këtë koshere, edhe ta shohëm se si që e ka gjendjen kjo. Kër hop bletin kështu do të thosh mashallah. Mashallah. Po, se kjo është që e kanë konsumu një bukë me vitamina që i qesmin pranë vetë që kur nuk ka polen, na jemi të obligum që t'i japim polen artificial bledhe për t'i dhënë imunitet. Se gjatë dimrit blet, kur nuk konsumojnë polen, edhe ju bjen imuniteti. Po, tash t'i shkujna e shohim ushqimin, se kjo gradualisht shkon të e konsumu ushqimin, të e sus dhe duke u zhvillu. Qërë kjo që ka sjell kjo, këto është me ngjyra si shpeshe, është poleni... Jo, ne jesë për prej kësë për. është poleni natural. Që, se di sa mund po e fokuson edhe kamera. Kjo është polen natural. Polen natural që ka sjell bleta prej natyre tash, si që po janë polen i shumë llojev. Shih edhe këtu. A mund po sheh këtu ka janë lavrat e reja. Këtë mikrofoni kap një. Hiç mos ki fri. A vetu, hajde ofër. Ky kënina është poleni, këtu janë lavrat e reja që kanë shumë bretresha, janë... Këtu ka zhvillu bleta. Hiç mos ki frikë. Mos mbruj, se nëse mbruhesh tu normal... Sëlmujnë nëse mbruhe. Po. Se këto për mikun e kanë mjaltën, thumbimin e kanë për armikun. Si që sheh këtu janë... Një me pa njofshme për ta. Ja, për bletën njofshme janë të gjithë. Hajde këtu sheh, këtu kemi mbretëreshën. Kjo është mbretëresha. Mbretëresha, po vrejet me dallume. Po ma dallume, megjithëse ne i bojmë me pika, po për ju ka hek pika, se i kemi pikat për secilin vet e ka ngjyrën e vetja. A mujtë me kap kamera, afroje, kjo është mbretëresha. Kjo është që e komandon krejt kosherën për punën e saj. Këto janë duke lindur bletët e reja,
si që po shë, mos më nështu, si që shë kjo është një blet e re, që ka lindur sot. Kanë fillu tash me lindë edhe bletet e reja. E sojnë këtu gjithsej? A më në të? Këtu, për momentin janë dikon parafërsisht 15.000 miza gati. I kemi se një pjesë tash sa shumë i kemi edhe 4-5 korniza janë natyrë duke sill polinin. E sa është e shëndetshme kjo mjalta që? Mjalta është e shëndetshme, por shumë smundje është efikase, se mjaltën është mirë që ta përdoremi si preventiv mbrojtës. Jo masi të smundmi, na bjen gripi, shkojna me ble mjaltë. Duhet me përdorur ma herët se mjalti t'jep edhe imunitet edhe mbrun prej gripeve edhe prej smundjeve ndryshme. Ju vete e konsumoni? Po, mjaltën na konsumojmë çdo ditë se na punojnë edhe me tu. Veç tash në Ramazan e kemi ndërprej. Me kërkesat e konsumatorëve shumë që e marrin mjaltën na, edhe kanë kërkuar që të kemi edhe një objekt për ajër dhe apiterapi. Na e kemi marrë edhe këtë vit, e kemi ndërtuar një objekt, dikon ku i kemi 4 koshere, kena vendosur mrena, pritet në muajin prill me nshu për api dhe aeroterapi pe bledhve, që do të me marrin halim. Ku thohet aty dikon 15 smundje, literatura thotë që i shëron pe api dhe aeroterapisë që e merr pe bletës, që është smundje të kronikëve, sonozve edhe smundje ndryshme të moshkënive. Sa mendon që njerëzit janë të interesuar apo në një farë forme e besojnë se ka prej tyre që nuk preferojnë shkojnë në ilaçe te mjeko. Po Nashta mjalta është shumë e shëndetshme se ato ilaçe që ata i konsumojnë. Po tani është një punë e lehtë se kemi literatura gjithkon. Secili njeri në familje duhet ta ketë një literaturë që të lexojë për shëndetësi. Nuk duhet përdoremi na shumë ilaçe antibiotike, sepse antibiotiki fiton imunitet njeriu edhe nëse smut edhe nuk i ndihmon antibiotiku. Antibiotiku natyral është mjalti. Mjalti i bletës nëse është konsumues i rregull i mjaltit, mjalti është që i ndihmon jep imunitet. Njeriu që ka imunitet nuk e merr vesh edhe gripi që i bjen. Gripin së ta nërë kërkush, megjithëse qysh ka qenë koronavirusi. Ne familjesht nuk kemi pas të lashëm, megjithëse kemi dalë, nuk kemi nol asnjëherë, se neve na ka imponu puna me dalë, se kemi pas raste që njerëz kanë ble mjaltë të zene, edhe masi kanë kaluar ata kanë treguar që kanë qenë të infektuar me koronavirus. Ju e familjarisht që ka prej koronavirus? Familjarisht nuk e kena marrë vesh që kena pas koronavirus. Megjithëse unë isha të shku për Shqipëri, thash ka qenë obligim që do të me bo një test për me kalu në Kufik, kush ku abonatisë në tha ki koronavirusin ka kënë përfundim. Unë nuk ndisha as dhimbë, as kur për të lashës kom pasën që... Efekti mjaltës. Efekti mjaltës edhe ushqyerja që është natyral, aja është logjik, që është më mirë. Shkujna shumë edhe mjaltën brenda atje.